Zëvendësi i Partisë Demokratike të Kosovës, Faton Abdullahu, ngërçin e krijuar me mos konstituimin e kuvendit e ka quajtur xhamillëk politik. Sipas tij, bashkëpunimi është i vështirë, ku ka qasje me arrogancë refuzuese. Ne si PDK, Krasnishit e Hamza e kanë bërë të ditur që jemi të gatshëm të krijojmë të gjitha institucionet me forcat opozitare. Veç leta na jep LDK 19 vota, 20 i kemi, po veç me 19 ne i bëjmë, ka deklaruar Abdullahu në Kallëzo për një me, duke refuzuar të tregoj sakt se si do e formojnë qeverinë. Tutja i ka thënë se qëndrimi i PDK-s se nuk e voton Albulena Haxhiun për kryetare të kuvendit është i qartë dhe se nëse votohet, ajo humbet mundësinë e krijimit të një froni të përbashkët të partive të tjera. Edhe pse sipas tij PDK nuk është refuzuese ndaj të gjithë deputetëve të VVV-s për pozitën e krye kuvendarit, Abdullahu thotë se PDK duhet t'i jepet mundësia të tregojë se ai ka votat. Na sprovoni, jepna një mundësinë, thot Abdullahu, duke shtuar se kurrje dhe vetëvendosje nuk i kanë votat. Ai shton se faji i mos konstituimit nuk mund të ndahet në mënyrë të barabartë tek partitë politike. Ne jemi të hapur për forcat e tjera politike të ashtu queturat deri dje opozitare. Është qasje shumë konstituive jona, ka shtuar Abdullahu. Tutja e ka thënë se PDK është treguar pragmatike edhe gjatë fushatës, nuk e qenë arrogante dhe nuk ka vendosur vija të kuqe. Duke u kthyer prapa në kohë, Abdullahu thotë se PDK me më pak vota se lëvizja vetëvendosje tani kishte habitur me ndërtu institucionet me bashkëpunim. Për herë të 31 është ndërprer seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës më 13/6/2025 për të vazhduar pas 48 orëve më 15/6/2025 në orën 11